Kushtrem, shkurt e kam. Nuk është çështje, veç shkurt. Nuk është çështje që kanë pas dallime përmbajtësore, presidentja edhe kryeministri. Problemi i tyre ka qenë më shumë çështja e xhelozisë, çështja e mosdorimit, problemet e cilat janë duk pak më herët, pra s'është çështje moskoordinimi. Ato janë shtetnore, ato janë personale, tyne. Po çto personale kanë bëu që shiko muja, në 84 për presidentin pika 10, thot udhëheq politikën e jashtme të vendit pik. Presidentja. Nuk është presidentja që s'ka rol politikën e jashtme. Po nuk e bën politikën. Nuk e bën politikën e jashtme. Nuk e dizajnon. E çfarë kuptoni të dy në gjuhën shqipe fjalën udhëheq? Nuk është mjek. Përfaqëson çka ka thonë qeveria, këvish e përfaqëson. Lobon për çatsa. E pa vërtet. Ja, nuk është s'ka kompetencë. Nuk është ajo. Nuk është ajo. Kemi sistem parlamentar, kemi sistem presidencial. Po, s'është sistem presidencial. Nuk mund të themi që e ka rolin kryesor, po ka rol. Ja, ka rolin udhëheqës. E ju nëse në gjuhën shqipe ma përcaktoni çka ka roli udhëheqës, urdhënoni për çfarë faturoni mund më ndihmu kështu. A mundet presidentja mi thonë qeverisë, qeveria me thonë, na po dojna me i NATO, presidenti më shumë me thonë, s'po dojna me i NATO. Edhe unë ju kalzë juve, a du të me i NATO, as du të me i NATO. Që kjo është? Shiko, ndëgjo ti kolegë, në shumë vendet demokratike ka divergjencat mëdha